Miq të emisionit Koha Shtesë, sot jemi në intervistë me një prej futbollistëve të Shqipërisë, një prej atyre lojtarëve i cili ka ngritur gjithmonë stadiumet në këmbë sa herë luan Shqipëria dhe sa herë ka shqiptar aty, bëhet fjalë për Jasir Hasanin. Jasir, përshëndes. Përshëndetje valla. Jasir, Shqipëria ka luajtur këto dy takime në mars, por sigurisht një shije jo fort të mirë na ka lënë ajo ndeshje në Wembley, sepse sigurisht pritshmëritë e tifozëve janë gjithmonë më të larta dhe më të larta për këtë Shqipëri. Çfarë nuk shkoi në Wembley apo ishte edhe cilësia e kundërshtarit e cila imponoi si lojën? Me thënë drejtën, ne kena përgatitur shumë mirë ndeshjen e parë me Anglinë. Sidomos gjithë e dim që Anglia është ndër kombëtarët më të forta në botë për momentin. Ka lojtarë më të mirë në botë edhe normal, është kënaqësi edhe është dëshira e madhe që të lozim dhe një kombëtare siç është Anglia, edhe ne e përgatitëm ndeshjen shumë mirë, po për fat keq te rast te goli i parë që komunikimi ndoshta nuk ka qenë shumë i shpejt mes meje edhe Strakoshës, sepse sekonde ka qenë koha, një sekond ka qenë që kemi pranuar golin, po gjithsesi pas golit ne filluam bëjmë edhe ndeshje të mirë, filluam edhe kemi pas raste, sidomos 5 ditë, edhe kishim vënë pak më mirë, ndoshta do ishte kishim shënuar një gol me ato raste që kemi pasur, do ishte ndeshja akoma më vështirë sepse Anglia nuk bëri asgjë përveç atyre dy golat që bëni. Ka qenë posedimi i topit Anglia që ka mbajtur gjithkohës, por me të drejtën e më shumë kena pas raste se Anglia. Edhe po gjithë e dim se Anglia me një rast edhe të shënon golin, edhe prandaj është kombëtarja më e fortë në botë, edhe ne jemi përballur me shumë kombëtare tjera edhe e kemi treguar veten, edhe ne kemi një kombëtare shumë të fortë me çuna të ri që lozin në ekipa shumë të mira. Edhe po ne tani shiqi Zoti që ndeshjen e ditë me Andorrën dolëm e morëm ato 3 pikë sepse na duan sidomos në shtëpi çdo ndeshje të marrim ato 3 pikë. Pra në golin e psuar, pra në golin e parë të pasimin e Bellingham, ishte thjesht një çështje sekondi dhe një mos komunikim i mirëshëm për Strakoshën. Me të drejtë ka qenë punë sekondash aty, sepse në ato moment kur ka qenë Bellingham që ka dhënë pasimin aty, unë e kam pa mbrojtësin që shkon mbrapa meje, edhe në atë momentin e fundit unë kur e kam pa që Strakosha o të dalën, e mendova se Strakosha do arri para meje, sepse unë edhe mund kisha shku ma përpara që ta heqja topin, po kur ngelëm se nuk ishte është punë sekondash komunikimi aty, edhe është shumë vështirë, sepse edhe ndodhin gabime, prandaj futbolli është i mirë edhe se po nuk bën gabime ndonjëherë nuk shkënon as gol, edhe ne kemi bërë gola që kombëtarët e tjera kanë pas punë sekondash gabimet e tjera, edhe kemi fituar ndeshjet. Po futbolli është i bukur edhe ne kemi lënë një paraqitje shumë mirë edhe jemi të lumtur gjithë sepse kemi mujt akoma më shumë me bëmë Anglia, por ne siç e dimë gjithë që Anglia është ndër kombëtarët më të forta në botë edhe kemi pas rastet e tona. Pasi edhe Broja u fut edhe lojtarë të tjerë që u futën në zëvendësime kemi pas lira, po gjithsesi ne kemi lënë një ndeshje shumë të mirë dhe kemi akoma edhe 7 finale tjera që duhet përgatitemi që ta plotësojmë ëndrrën e gjithë shqiptarëve edhe për botë ku janë botrorin. Jasir, në krahasim me ndeshjet e parshme në kualifikuese, a e ke vënë re diçka që kundërshtarët janë duke të mbuluar më shumë tani, janë më të rreptë ndaj ideje, kanë studiuar më shumë, të lënë më pak mundësi për të bërë ato të goditjen nga distanca? Po tani është futbolli i bukur sepse çdo kombëtare, çdo ekip në përbot kanë ato aplikacione që shohin lojtarët që ku luajnë si duhet me diplu një lojtar të mirë ose tjetë gjithkohës me një lojtar ta ketë afër vetes, sepse ne kemi lojtarë që godasin shumë mirë edhe nga jashtë zonës, edhe po gjithsesi tani këtë ndeshje s'ka pas shumë hapësira që mund të vinë, por gjithsesi ne do japim maksimumin dhe do ta ndihmojmë njëri tjetrin herë, se në fushë ne lozim nuk lozim vetëm për veten tonë, ne lozim për gjithë shqiptarët tanë në botës, për gjithë familjet tona që vinë, ato sakrificet që bëjnë tifozët që për një bilet marrë me ble ndeshje që të na shohin lojtarën e vet preferuar apo të vinë të shohin për kombëtarë më të mirë në botë, sepse si mund të ishe ndër kombëtare më të mira në botë mund të lozish, sepse kemi shumë lojtarë që janë lindën jashtë edhe pranojnë kombëtarët e tjera, edhe tash po kënaqësia e asaj faneles që e veshim ne nuk ta e pas
edhe me fitu edhe botrorin. Edhe unë mendoj se ne shqiptarët e kemi vetëm një kombëtar, është vetëm kombëtarja Kuqezi, kombëtarja jon, edhe emocionet që na kanë dhënë që në evropiane, që tani çdo ndeshje në Air Albania apo çdo vend që lozim shtëpia për jashtë është një kënaqësi e madhe që nuk mund ta përshkruash me fjalë, valla. Nuk mund ta përshkruash me fjalë, sepse ajo fanel do të dërsiti siç duhet, sepse mjera njerëz na ndjekin e vinë na suportojnë çdo ndeshje, edhe ne do të lozim për ato njerëz që na vinë. Ama parasysh si do dalë ndeshja, kur njerëzit vinë ta japin një përkrah, ne do t'japim shpirtin fush për ata. Se shumë familje, siç e dim, edhe nuk i kanë gjendje të marrë me marrën një balet ose një biletë ose një fanelë, është vështirë, sepse kështu është tash ka ardhur koha shumë ndryshe, por ne kur shkojmë te kombëtarë, kur mbledhemi që ditën e parë, ne japim shpirtin që vetëm duam që t'i kënaqim tifozët, t'i kënaqim familjet tona, t'i kënaqim gjithë, sepse ajo fanel për ne është jetë. Unë e kam pritën ata sa vjet e kam pritën, e kam plotësu ëndrrën time që kur nuk do harroj, mund të flas për intervista, mund të them po ata emocion që e kam përballuar unë me kombëtarën, nuk e kam përballuar me madhon edhe botrorin. Jasir na botrorin e ke gati. Nuk e bën dot se panela ka një rëndësi shumë të veçantë. Sidomos edhe tifozët edhe gjithçka, jemi ne si një familje mrenda, si një familje. Jemi gjithë lumtur që po vim. Jasir, në një media shqiptare, në Mediatek e Sport më saktë ka qarkulluar një lajm që Jasir Hasani së bashku me Nedim Bajramin kanë refuzuar të dalin në stërvitje, sidomos në rastin tënd, por gjithë ideja ishte që keni qenë shumë të pakënaqur me Silvinion për shkakun se ju ka lënë në stol për ndeshjen kundër Andorrës, pra kishte një pakënaqësi, një farë si prishje grupi, diçka të jashtme, dhe dua një koment tënd se si një version lidhur me këtë histori. Me të drejtën e kam djue, sepse kam pas disa probleme në familje dhe e kam djue, sepse edhe familja është mërzit shumë kur dalin lajme që nuk janë të vërteta, sepse unë udhtoj nga Korea për 3 ditë për marrë në Shqipëri që ta vesh atë fanel që të lozi ta jep shpirtin për atë fanel, edhe unë mos me dalë stërvitje është një gjë, nuk e di, unë e shkatron jetën tonë, e shkatron çdo send që ka arritin në këtë jetë me futboll. Ajo është, nuk mund, unë vi 3 ditë dhe unë do t'jap shpirtin për fanel. Unë kam qenë edhe i lëndum ndeshjen me Ukrainën. Edhe kam lozën që i kam thënë trajneri stafit që duhet luaj, duhet ta rrezikoj karrierën time për këtë bluz. Edhe nuk këto që dalin e flasin sepse kam edhe shumë gazeta tjera që kanë folën se unë jo kështu. Unë për vetë nuk e bëj asnjëherë, sepse unë jam një njeri që kam respekt për ato që më kanë dhënë në dorë. Përveç Silvinios, që kur ka ardhur në fillim me kombëtarën shqiptare, kur ka marrë ndërtimin, ai ka qenë personi i parë që më ka kontaktuar mua që të vijë për kombëtarën shqiptare. Edhe mos kisha ardhur asnjëherë Silvinio, unë prapë nuk do zgjidhesha asnjë kombëtar tjetër në botë, përveç kombëtarës Kuqezi. Unë e kam thënë edhe do e them gjithmonë. Por unë pres me gjithë qejf, me gjithë dëshirë që të vit ta vesh atë bluzë, sepse ajo bluzë më jep kënaqësinë më të madhe në botë. Kënaqësinë më të madhe në botë që unë tisha prezentati para gjithë njerëzve që na ndjekin, edhe mendoj se është një gabim që si me ta thonë, është në për këto kafat e tona, në për Tiranë që po flasin, jo kështu ashtu, është diçka e tillë, sepse mund të thonë në sente edhe ti tani e bën direkt lajmin. Nëse ti mendon se Jasiri ose Bajrami nuk ka ndalë stërvitje, unë mendoj se çdo ditë kur kemi stërvitje vinë gazetat, vinë kamerët edhe shohin lojtarët se kush janë stërvitje. Nëse unë nuk kam dalë stërvitje, le t'i japim kamerët e shohim se kush ka qenë e kush nuk ka qenë. Unë nuk jam nga ato lojtarë që pse më kalon stol edhe nuk dalë stërvitje, nuk jam nga ato unë. Unë edhe pranoj edhe stolin, edhe tribunën, edhe mos më thirr hiç, unë për Shqipërinë do jemi gatshëm gjithmonë, sepse unë e dua Shqipërinë, e dua fanelën Kuqezi, sepse ajo ma ka dhënë një emocion që unë nuk do harroj asnjëherë në këtë jetë. Sidomos me tifozë më të bukur që i kemi në botë. Unë ta thash, me vë mua edhe botrorin, me kombëtare tjera, unë nuk e pranoj dot, se unë kam një kombëtar, nuk më duhet asnjë kombëtar në këtë botë. Unë kam kombëtare më të mirë në botë, kombëtarën Kuqezi. Nuk ka kënaqësi më të madhe se ta vesh një bluzë kombëtarës shqiptare. Edhe unë kam qenë çdo ditë i parë, kam qenë në stërvitje, kam shkuar 45 minuta përpara në stadium që vetëm prisja që të filloj stërvitje, se jam shumë i lumtur kur vi unë me kombëtarën, sepse
kam një emocion shumë të madh, kam një dëshirë shumë të madhe që nuk e humbi dot asnjëherë. Unë nuk mërzitëm fare sepse trajneri vendos për çdo gjë. Trajneri vendos kush është forma më të mirë. Pa marrë parasysh ku lune apo çfarë kampionati je, pa marrë parasysh ti nëse je forma më të mirë, nëse ti je i gatshëm ta ndihmosh shokun e skuadrës, ta ndihmosh plozish për ti, për familjen tënde, për tifozët, për kombin shqiptar. Ajo ne prandaj ne jemi gjithë bashkë atë, prandaj jemi një familje. Kjo s'ka ndodhur asnjëherë, unë e klajm por kur nuk i kam vënë shumë vëmendje sepse unë e di, po njerëzit nuk e kuptojnë se njerëzit tani më shkojnë çdo send, më shkojnë lloj lajmi, por nuk është ndonjëherë e vërtet ne duhet besojmë çdo lajm që shkruhet. Edhe ne duhet ta dimë se ne e dim vet. Unë vi 3 ditë rrugë edhe mos me dash stërvitje, kjo është turpi i botës. Për mua është turpi i botës, ose për familjen time. Është turpi i botës për familjen time se dalin lajme edhe mami edhe babi edhe gjithë mërzitën sepse mendojnë se unë me të vërtetë s'kam dalën. Unë kam dalë, unë i kam thënë, nëse nuk dal, nëse nuk jam gati, ose jam i smur, ose kam blendim, unë i them stafit, nuk jam gati. Mami i them para ndeshjes që nuk jam gati, futen një lojtar tjetër që është i gatshëm për këtë bluzë tani. Sepse është ndeshje shumë të rëndësishme vëlla, ne duhet jemi të fokusuar 100%. Një problem i vogël duhet të flasish se ne e dim se edhe Silvinjo është ndër trajnerët që ka bërë shumë për kombëtarën tonë. Edhe nuk është vetëm trajner, është edhe si shof, është si bab, si vlla, si çdo gjë, ai vjen çdo ditë me çdo lojtar po flet, si shof ngushtë, si vlla, nuk e di. Unë asnjëherë nuk kam pasur me problem pse unë s'kam luajtur ose a do jem nesër në tribunë apo nuk do jem me kombëtarën. Unë jam i gatshëm derisa vdes, do e pres ftesën e kombëtarës. Nëse do më thirrë, unë jam i gatshëm ta jap shpirtin për atë bluzë, sepse unë vi me gjithë dëshirën më të madhe në botë që t'jap maksimumin ta gjersisë atë fanel, sepse fanel për mua është jetë. Cilat janë raportet tua aktuale me Silvinjon? Me të thënë drejtën, raporta më të mira s'kisha pas me asnjë trajner këtë botë. Jemi gjithë si shok, si vëllezër, edhe për çdo problem që kam pasur unë edhe me ekipin që nuk kisha luajtur vjet, edhe kam folur çdo ditë pothuajse me stafin, me gjithë, me doktorët, edhe i kam treguar çdo send problemin më të vogël ja kam treguar. Edhe nuk kam qejf që unë nesër dal keq unë, po të jemi lënduar edhe them unë nuk jam mirë edhe të futem ndeshje unë nuk muj me vrapue. Është gjënaf. Është gjënaf sepse ja hakon dukujt tjetër. Ma mirë thoja drejtën, ma shumë do të respektojnë kur ja thu drejtën. Nuk jam i gatshëm, ose ke lëndim, se çdo send që e ke se ne jemi njerëz. Po. Edhe unë mendoj se kur je i drejtë me gjithë, unë mendoj se nuk ka asnjë problem, sepse me Silvinjon unë e kam folë, edhe i kam thonë kështu po flitet, unë nuk e kuptoj nga kush i marrin këto lajme, nga çdo të nxjerrë. Unë nuk e kuptoj me të drejtën, jam totalisht i habitur se unë çdo ditë kam qenë 45 minuta para stërvitjes, të prit filloj stërvitje që të kënaqem me çunat, plozin. Ajo është familja ime. Okej, pra, do të thënë si pas variantit ton, jo vetëm që nuk ka ndodhur gjitha kjo, por nuk ka ndodhur asnjë lloj keqkuptimi i vogël me asnjë lloj. Me të drejtën, pas ndeshjes me Silvinjon kemi folë, kemi diskutuar edhe se nuk luajta asnjë minutë sepse kishim edhe 3 ndime tjera me bë, edhe nuk kemi folë si shok, si vëllezër, i kam thonë edhe trajneri edhe më ka thonë ti je ai që vendos. Ti je trajneri, për çdo send ti je trajneri, ti vendos për çdo, a do të fusesh 1 minutë apo nuk do të fusesh, ti je ai që vendos. Ti edhe stafi. Unë nuk kam asnjë gjë, unë jam i gatshëm për ti. Kur thosh ti Jasir, je gati, futo e kaç, unë kështu jam. Unë nuk mund të dal tani mos mirënjohës Silvinjo sepse ai ka qenë personi i parë që më ka thënë më kombëtar. Që më dha dorë. Asnjë trajner nuk e ka bërë këtë. Asnjë trajner. Ai erdhi me ndeshjen e parë, më futi titullar ndaj Polonisë, që unë luajshin në kampionat korean. Edhe më pa që isha i pregadit, pa lojtarët që ishin më të pregadit i futi ndeshje. Edhe Silvinjo e ka bërë këtë gjë. Nuk intereson se ku luan çfarë kampionati je, ai je në formë më të mirë. Kur je në formë më të mirë, ai do ta japë kancën se s'ka kush nuk e një trajner, ma gjen një trajner që nuk e do një lojtar të mirë, që nuk është në formë më të mirë. S'ke. Edhe çdo trajner do lojtar të mirë. Edhe ne që vim, ne jemi këtë edhe ato që nuk kanë ardhur deri tani në grumbullime, që kanë kaluar në formë të mirë. Ai është trajner, ai stafi gjithë bashkë e vendosin për çdo gjë vëlla. Ne vetëm t'japim maksimumin, presim çdo sekond
A do vi ftesa, a nuk do vi, ne do të jemi të gatshëm, sepse ne nuk lozim vetëm për veten tonë, ne lozim për gjithë kombin shqiptar. Edhe ne do ta çojmë akoma më lart, do të arrijmë objektivet e tona, ne ëndra jonë është vetëm botrori. Nuk e kam problem fare do rinë stola apo nuk do jem tribuna, unë jam i gatshëm kur të më thirrë kombëtarja. Unë e kam dëshmuar edhe dëshmoj gjithmonë se unë për kombëtarën shqiptare kam lënë jetën, po jap jetën. Edhe unë ma shumë kam qenë vetëm të fitojmë, nuk dua asnjë që se në futboll do kesh edhe humbi edhe barazim, po gjithsesi unë jam shumë i lumtur që isha pjesë e kësaj kombëtare Kuqezi, pjesë e kësaj faneles që është shumë e rëndë që ta djersisë këtë fanelë. Nuk e kanë shumë mundësi shumë lojtar këtë fanelë me djersisë, sepse kjo fanelë do ta kupton gjithë anë mban botës që ka shqiptar. Fanela më e bukur në botë është kombëtares shqiptare, nuk ka fanelë më të bukur tjetër. Nuk ekziston. Jasir, mund të ndash të informacione në më thënë që cila ishte biseda që kishte Silvinjo me ty pas asaj ndeshje me Andorrën, apo thjesht i the që nuk dua asnjë lloj shpjegimi që pse më le stol, vazhdo ke vendimet e tua. Bisedova me trenerin edhe me stafin, po zakonisht më shumë fola vetëm me Silvinjon edhe më tham nuk e pse më mërzitën ose nëse pse nuk bëra ndrimin, ose se ti je lojtar që ki tregu veten, je këtu lojtar që jep maksimumin në stërvitje, ndeshje, kur të ka ardhur rast ti gjithmonë e ke dhënë maksimumin për këtë bluzë. Na ke ndihmuar shumë, edhe me kokën lart ne kemi ndeshje akoma më të vështira që do vinë. Ne do të jemi të përgatitur se vetëm tha, ëndra jonë është vetëm botrori. Nuk duhet më mërzitën pse ti nuk e lujtën apo nuk je në tribunë. Ne jemi gjithë një familje, ne duhet jemi gjithë një familje, më tha. Edhe ati thash, ne jemi familje, thash. Ne do kemi edhe ulje dhe ngritje në futboll ndeshje, se nuk do çdo ndeshje ti 100%. Nuk do çdo ndeshje ti jesh në formë më të mirë, se ndonjëherë lodhja, shumë gjëra tjera që mund të vinë mbrapa, lëndimi, po gjithmonë unë i kam thonë, unë kur jam i gatshëm 100%, unë të kam thonë, jam i gatshëm 100%. Edhe do jap shpirtin në fushë për atë fanel. Nëse nuk të kisha ndaj lëndim, ose mund të isha i smur ose ndaj send, unë direkt i them, nuk e rrezikoj veten, nuk e rrezikoj ekipin, nuk e rrezikoj asnjë, sepse më mirë të luajë njëri që është në formë më të mirë, se ti unë i lëndum ose i smur, e të futem ndeshje mos më bëj asgjë. Edhe unë mendoj se kjo është më e mira. Unë me Silvinjon nuk kam asnjë send keq që këtë botë. Unë jam mirënjohës me Silvinjon, se stafit e presidentit, unë nuk do harroj asnjëherë në botë derisa jam gjallë, nuk do harroj sepse ma ka dhënë mundësinë edhe stafi, edhe presidenti, edhe tifozët, nuk i harroj dot asnjëherë, sepse atë emocion që kemi përjetuar ne, unë tash, edhe botrori me kombëtarët tjetër, ta fitosh nuk e merr atë emocion vëlla. Jemi gjithë si një familje aty, nuk ka asnjë nuk është i mërzitur, asnjë. Me pas në kush i mërzitur, ajo shqipe, dallohet. Ama nuk e, gjithë jemi të lumtur që po vinë, që sakrifikojmë për këtë fanelë, se fanela jonë është shumë e rëndë. Jasir, si është përjetimi jot i kombëtarëve? Për shembull ti tani po largohesh, do vesh te ekipi Guangjus, por me sa unë di, je një prej atyre si ishte një tifoz i Shqipërisë që shkon në klub, dhe ndeshja kombëtare është pas 3 muaj, dhe ti ke mbënë atë pas 3 muajve se sa te klubi jot. Është e vërtetë? Është e vërtetë vëlla, se me të drejtën edhe tani që jam në aeroport duke u për edhe ekipi, se të ndeshjen kam ndeshje dhe do ikë direkt ndeshje për me luajtë ndeshje, sepse treneri më mori që do vik direkt në grumbullim se kemi ndeshje të vështirë. Edhe unë mund të jem fund botës me çdo ekip, mendja ime rri vetëm te kombëtarja shqiptare. Vetëm atje e kam mendjen. Unë edhe kur upim ndeshjen, me të drejtën nuk kam gjumë. Unë e mendoj e analizoj çdo ndeshje, çdo gabim, më i vogël e analizoj, edhe një gabim po bëra, nuk flet dot gjumë, nuk flet gjumë. Se unë e përjetoj shumë kur futem në fushë unë me fanelën kombëtare shqiptare. E përjetoj shumë, e kam emocion shumë të madh. Po. Edhe unë jam ai lumtur në botë vëlla, unë nuk e di ç'a më them, po fanela Kuqezi është fanela më e mira në botë. Du ta kuptojnë gjithë shqiptarët anë mban botës që janë. Ndash futbollistë, ndash ç'a më të jenë. Panel më të bukur, emocion më të bukur, se ç'a t'jep kombëtare shqiptare nuk t'jep as botrori me fitu me çdo kombëtare tjetër. E kam thonë edhe do e them. Kjo jemi ne. Dhe një pyetje e fundit për ta mbyllur Jasir.
nuk dua të flasësh më shumë, të komentosh më shumë se nuk dua të tapin aty probleme, por pyetja është kjo, a do jetë ndeshja me Serbinë, ndeshja më e çmendur dhe më emocionale e karrierës tënde si futbollist Lerani? Shive, s'dohet fjalë sepse do jetë një ndeshje shumë e fortë edhe shumë për gjithë ne, si dim historitë tona që kemi pasur, por ne duhet jemi të përgatitur, e do Zoti s'kemi asnjë lëndim deri Të fillojnë ato modica që kur e mendon? Me të drejtën fillon një muaj para valla. Që kur afrohet ndeshja dhe ti ke emocion shumë të madh edhe me të drejtën gjithë çunat e presin me padorim ndeshjen me Serbinë edhe me gjithë kombëtarët e tjera, po sidomos me Serbinë, siç e dim gjithë edhe do jetë një ndeshje shumë e fortë edhe me historinë tonë edhe me gjitha. Ne do ta shikojmë vetëm si ndeshje futbolli në fushë. Do ta tregojmë ne që ne jemi kombëtarë më e mirë. Do të fitojmë me paraqitje të mirë, me sakrificë të madhe, me gola, edhe vetëm ashtu i gëzojmë në tifozët. Okej, dhe për të mbyllur gojën të gjithë kritikëve Jasir, për gjithë ata që mendojnë që ka dyshime te kjo kombëtare, ti nga brenda si e shikon ambientin? Na shikon që të gjithë futbollistët, të gjithë ju pra jeni gati për të bërë të hap i cili është historik për ne, që të arrijmë deri në botror. E shikoni veten gatshëm për ta bërë? Ne kemi thënë gjithë se kur vim në kombëtare ne gjithë jemi si vëllezër, edhe gjithë pim kafe bashkë. Gjithë nga dita e parë hajmë bashkë, pim bashkë. Edhe çdo emocion, çdo ndeshje, çdo stërvitje ne flasim, po është më e mira për ne, si është më e mira për gjithë ne, edhe ne mendoj se e presim te ne, pavarësisht kush do vijë grumbullim mineralës apo kush nuk do jetë, kush është i gatshëm, kush do jetë i gatshëm ato do vinë, ndoshta tash do Zoti nuk kemi lëndime, isha gjithë janë gatshëm. Por edhe ato që nuk kanë ardhur deri tani, edhe ato janë gatshëm që të vinë një ditë që ta japin maksimumin, edhe ëndra jon është vetëm botrore. Gjithë kemi futur në kokë se ne duhet të japim shpirtin, jetën në fushë, vetëm që shkruajmë histori për botror. Siç e shkruajmë në Evropian tani. Ne do ta bëjmë prapë botror sepse kemi kualitet shumë të madh, kemi një trajner shumë të mirë, presidenti na ka dhënë mbështetjen shumë të madhe, edhe çdo send e kemi në rregull. Ne duhet mendojmë vetëm te futbolli. Si do dalin, si do stërvitemi, si do shkojë ndeshja, si do fillojë ndeshjen, çdo send e dajmë mes veti. Prandaj ne vim përpara që hajmë, pijmë bashkë, e flasim për çdo send, që çfarë do jetë më e mira për ne që ne dalim fitues. Kjo është në çdo lojtari që është shqiptar që e ka pranuar kombëtare shqiptare e ka mende, tifoz apo çdo gjë e ka mende vetëm botrorin. Ajo është ëndra jon, valla. Edhe prandaj. Okej, do japim shpirtin për ata. Shumë faleminderit që ishe pjesë e jona, e uroj me zemër që sigurisht Shqipëria të arrijë deri kaq larg për të shkuar në botror dhe sigurisht nëse do të shkojmë në botror do të thotë që do të lëmë poshtë vetë Serbinë, kështu që është një tjetër botror i arritur për ne. Do të arrijmë në botrora më mirë. Do Zoti pa lëndime edhe do japim shpirtin në fushë që ta bëjmë ëndrën në realitet për botror. Shumë faleminderit Jasir Hasanit. Përshëndes. Faleminderit shumë, përshëndes vëlla.